Një shpërthim ka ndodhur brenda rrethimit të burgut të Fushkrujës. Ngjarja u shënua rreth orës 22:45 të mbrëmjes të së martës, ndërsa dyshohet se është tentuar që të dëmtohet gjeneratori i cili ndodhet në këtë burg. Sasia vogël e lëndës plasëse e hedhur nga autori nga jashtë oborrit rezulton të jetë artizanale me nitrat. Nga shpërthimi nuk ka pasur të lënduar apo dëme materiale. Hetimet janë përqendruar në dy pista, një mesazh për drejtuesit e burgut apo tentativë për të krijuar zhurmë për tentativa rratisje. Sot janë thirrur dy nga grupet e gatshme dhe pritet që në orët në vim të ketë një aksion kontrolli në burg. Nga drejtoria përgjithshme e burgjeve, aktualisht janë mbi 350 persona në këtë burg, por vetëm pak prej tyre janë në sigurinë e lartë, ndërkohë që institucioni drejtohet nga drejtori Apostol Luca. Në vendin ku e ka hedhur autori lëndën plasëse nuk ka survejim të mirë me kamera sigurie dhe nuk dallohet momenti i hedhjes dhe as autori, por po bëhet hapja e plotë e kamerave. Fillimisht në polici mbërriti një telefonat se brenda rrethimit të burgut është dëgjuar një zhurmë e fuqishme, ndërsa në vendin ku ka ndodhur shpërthimi ndodhen disa gjeneratorë dhe kabina elektrike. Shpërthimi është dëgjuar nga ana e administratës së burgut, megjithatë ndërsa kanë kaluar disa orë, ende nuk dihet motivi sakt. Drejtoria e burgjeve thotë se pranë gjeneratorit është konstatuar një grop që hedh dyshime se shpërthimi është shkaktuar nga një sasi lëndë plasëse, por sipas drejtorisë së burgjeve nuk është cënuar siguria e të burgosurve apo të dënuarve. Janë administruar pamjet filmike, si dhe po shihen edhe kamerat në rrugët përreth për të identifikuar autorët.